Në 22 vjetorin e tragjedisë së 9 janarit, familjarët e fëmijëve që humbën jetën në këtë ngjarje të rëndë u mblodhën për të përkujtuar dhe për të kërkuar drejtësi që sipas tyre ende mungon për jetët e humbura. Ata shprehen se edhe pas më shumë se 2 dekadash asnjë nga personat përgjegjës nuk është vënë para drejtësisë. Familjarët akuzojnë shtetin se ka mbrojtur fajtorët duke penguar zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe ndëshkimin e autorëve. Kemi pas besim se u bë bujë kjo punë sikur Spaku do t'i zbardhin të çështje. Ne u drejtuam Spakut, edhe Spaku në përgjigj sikur ka kaluar kohë gjatë edhe është jashtë afateve të ligjore, edhe nuk na ka marrë përsi për këtë punë. Edhe kështu si çështja ka met këtu, aty siç ka qenë 2013 është edhe sot çështja penale. Këtë dalje nëpërmes mediave si e bëjmë nëpërmes jush, na për ta marrë vesh Spaku, për ta marrë vesh shteti, si kjo çështje është e pazbardhune. Edhe duhet mos zbardhë, aty kanë ndekë 28 vetë, edhe kanë përgjegjësi përfaqësuesit e shtetit, edhe i bëjmë thirrje, edhe Spakut, edhe këtij prokurorit Rizja Zell, ta marrin këtë çështje, të na zbardhin, mos na lënë se ne kemi bë 20 sa vjet në mjerim, edhe hala si kanë hjek shamjat e zeza, rrobat e zeza, nënat e tyne, gratë tona, na hala me rrobat zeza jena, edhe 500 vjet me jetua, na, kitë marak, pa u zbardhë, ajo çështje nuk e hjeku. Shpresa e tyre u përqendrua tek prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, por deri më tani kjo çështje nuk është marrë në shërtim nga ky institucion. Në këtë përvjetor të rrallës, familjarët përsërisin apelin publik drejtuar SPAK që të marrë në hetim dosjen e tragjedisë së 9 janarit. 39 persona të veshur me pushtet të asaj kohe të pushuan nga puna u dënuan edhe gjithë u liruan edhe gjithë morën detyra erdhën edhe drejtora në Shkodër. Pra, kështu është mafia shqiptare të cilën 8 persona, të cilët e diskutuam disa herë se këta është gjithë Komunia 2, aty ka kërcit arma dhe gjithë janë kënë të vram. Dhe ta që ishin vram, do më thonë, nuk i kallëzoj shteti dhe pranena i çuan në Sazan për ta msheh krimin dhe unë kërkoj kucat e djalit tem me kënë sa gjithë Komunia 2, sepse nën vetë janë myt ushtar, një të vend të Turkut janë gjithë. Çdo njeri që ka o myt atje, do më thonë, se peshkatar i ka zjerë deti. Pse nuk i zjerë këta 8, një paktin për tyne? Kështu si Komunia 2 të zjetë, për ne kena të zjetun, kështu si ne të kërkojmë çështjen penale dhe herë të hapet dhe do t'i drejtojna gjitha organeve shtetërore, kryesisht edhe këtij si unë në SPAK tash i ri. Vetë jam një familje që unë jam çfaros. Djali jam telefonoj atë natë. Tu menua se ka shtet, tu menua se ka organe që i pështojnë jetën. Fëmija mi u ban viktimat e 9 janarit. Me 9 janar 2004, 28 shqiptarë u mbytën në ujërat e detit Jon, kryesisht ishin të rinj të qarkut Shkodër të moshave nga 15 deri në 33 vjeç, të gjithë i dha nga 1500 euro skafistëve, me shpresën se bregu tjetër do t'u rregullonte jetën, por shumica e tyre nuk e dinin se po paguanin vdekjen. 18 burra e 3 gra u gjendën të pajet mëngjesin e 10 janarit nga një helikopter i NATO së ushtrisë italiane. 8 rezultojnë të zhdukur dhe pas 22 vjetësh, 11 të tjerë mundën të shpëtonin mes tyre dhe skafist.